sepse kam zgjedh Lorin. Ti ke zgjedh Lorin vetëm po ti nuk je këtu. Për shkak se e ke pa më të rrezikume, një. Dhe e dyta është që s'do me na dhon neve stafetën e përfaqësuesit. Se të rremenja Po çfarë përfaqësues? Çfarë lidhje ka? Ajo kishte një detyrë për të bërë. Ishte një detyrë për të bërë. E kuptova që nga zëri Ledionit. Maldo si kam dhënë gjithmonë. Ja kam thënë emrin. Shumë herë. Ty tim ke dali pa besë, nuk kam besë ty akoma. Po s'të kam pra. Po s'të kam o Jozi si të kem të besën ty tani. Kur ti bëre një budallik. Bëre një budallik dhe për më tepër që pas atij budalliku vazhdove, nuk the, okay, Gerta bëra një lojë, por ti nuk e pranove as atë që bëm bashkë. Mirë që bëre lojën, por në fund fare edhe shpive ca gjëra dhe intrigove disa gjëra që edhe nuk ekzistone fare ke mua. Po s'ekzistove fare, nuk ekzistonte fare ajo gjëja. As sekretin se nxorra, po të paktën tregoheshe burr në fund fare thonë Gerta, po më ta bëra lojën, bravo të qof sekretin nuk e nxorre. Ama aty e fituar dola unë që ta dish, se gjithkohës që ma ka mohu Valbona që ka thënë që unë nuk e pëlqej Jozin, unë tek ajo video e çora maskën komplet. Se ishte gjithkohës që e mohonte atë gjë. Ka ajo video doli sakt fare, me fjalët e veta që e mohonte, që kur ka ardhur në shtëpi thoshte unë pëlqej Jozin. Kështu që jo, unë ja qita maskën, ju me ndut, ajo me djallëzin e vetë, dhe ti me djallëzin tënde, me ndove se qa do m'poje mua ndonjë gjë, do t'zira unë sekretin, do m'bushja shpin. Unë nuk e mbusha shpin fare, fare, nuk e mbusha shpin. Dhe dolet ju zbuluar të kajo, jo, unë doli Valbona e pare zbuluar, me që u knaq, me që shkove ja tregove ti u knaq ajo, fërkoj duar tani, do i bëjmë gropën Gertës, në fakt ra vetë brënda, sepse e ka mohu gjithë kohës që unë që Jozin dhe doli aty në video që pëlqen Jozin. Kështu që unë tregoj veten si që kam tregu, gjithë kohës. Si jam fare pa besë. Absolutisht jo. Fare, nuk i kam detyrim as kujt, sepse me thënë drejtën, nuk është se gjithmonë ja kam dalë vetë me shpallat e mia në këtë shtëpi. Nuk jam u frikacake.